Hey, të dashur miqtë e mi, kam një pyetje për ju sot. A e dini që truri reagon ndaj dhimbjes emocionale pothuajse njësoj si asaj fizike? Dhe pse ndodh kjo? Sepse kërkimet tregojnë që të dyja këto procese, si dhimbja fizike dhe psikologjike, pothuajse perceptohen njësoj nga sistemi jon i trurit, por më e bukura është se ndërsa dhimbja fizike përgjigjet pothuajse njësoj ndaj trajtimit mjekësor, dhimbja psikologjike është shumë personale, është shumë emocionale. Ajo merr më shumë kohë dhe është më e vështirë për të trajtuar, por lajmi i mirë është që sigurisht mbështetja sociale, familjare dhe kryesisht terapia luajnë një rol shumë të rëndësishëm në trajtimin e kësaj dhimbje emocionale. Kështu që ju lutem, merrni pak kohë, shikoni videon dhe në fund mos harroni ta pëlqeni, të komentoni, të shkruani në platformat e mia sociale. Vlerësoj shumë mbështetjen tuaj të vazhdueshme. Shihemi në videon e radhës. Faleminderit për vëmendjen. Pafshim.